Pak ditë më parë, në media u raportua për një aksion të oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit në Elbasan, zhvilluar me urdhër të SPAK në kuadër të procedimit penal për krime zgjedhore. Sipas informacioneve të publikuara, kontrollet ishin kryer në banesën e deputetit socialist Luan Dusha, ndërsa në një prej ambienteve të kontrolluara thuhet se janë gjetur edhe 200.000 euro kesh dhe lista zgjedhësish. Megjithatë, në oborin e kuvendit, para nisjes së seancës plenare, deputeti PS-s holli poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pavërteta. Është e gjitha një gënjeshtër, as nuk më kanë kontrolluar, as nuk më kanë marrë celularin asgjë, deklaroi Dusha para gazetarëve. Ai theksoi se nuk ka pasur asnjë përfshirje në blerje votash dhe shprehu gatishmërinë për të mbajtur përgjegjësi personale nëse provohet ndryshe. Nëse është bler një vot nga unë, shkoj me qef në burg, kaq, një vot. Unë flas për veten time, nëse është bler një vot e vetme nga njerëzit e mi, apo shokët e mi për mua, unë shkoj me qef në burg, shtoi deputeti socialist. Ndërkohë nuk ka ende një reagim zyrtar nga SPAK lidhur me pretendimet e ngritura në media apo deklaratat e deputetit.